There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. Jugoslavia dhe Greqia, në koordinim me flotën e 6 amerikane në Mestre, kishin organizuar disa muaj më parë sulmin mbi Shqipërinë me qëllim që të likuidonin Republikën Popullore të Shqipërisë. Komploti kriminal u dështoi, fund e krijes. Presidentët amerikanë dhe marrëdhëniet me Shqipërinë. Një retrospektiv përmes lentës së George Thames, fotoreporteri shqiptar-amerikan të New York Times. 10 president amerikan, 60 vjet që nga lufta e dytë botërore përmes luftës së ftohtë. 2 perspektiva, 33 fotografi nga bota e Amerikës, 600 artikuj gazetash nga kufijtë e mbyllur të Shqipërisë. Një ekspozit për të ngritur pyetje dhe për të rritur dëshirën tonë për një uri. Një dritare e hapur, shiko përmes saj me ne në Muzeun Kombëtar nga data 8 deri më 21 nëntor.